Zoti Fiqeri, sa kohë keni që merreni me këtë punë artizanale? Kemi që fëmijë të vegjël sa ky djalë kanë mësuar nga vëllezërit më të mëdhenj, nga prindrit. Prindrit e kanë mësuar nga prindrit e vetë, kemi gjysh mas gjyshi, ko mas ko me fjalë, kemi me 400-500 vjet që është mësuar fision. Kurse po këtu në far ka qenë prapë bëhet që përpara. E vështirë për ta nisur këtë si zanat? E vështirë është. Ku qëndron vështirësia? Duket problem në procesin e parë që e bën duket sikur është shumë e thjeshtë, por në moment që sa ta preksh baltën me dorë është çdo gjë edhe çdo njeri që e bën do t'i japi formën e vet baltës. Edhe dy ustallar që mund të jenë me ustallar nuk i bën një lloj tavën me tavën ose vorbën me vorbën. Atëherë ne do ta shikojmë këtë proces të bërjes së një. Po bëjmë një vorb për grosh që kanë qenë përpara. Zakonisht çfarë bëni më shumë ose çfarë kërkohet më shumë? Dheut janë më shumë tavat, më tepër për lokalet, për dasmë, për Nga restorantet kryesisht. restorantet. Mirë, ne do ta fillojmë këtë proces edhe do ta ndjekim hap pas hapi. Tani, së pari juve më thatë që hodhët hi. Hini është për mos ngjitur. Sini se shteja në petën e byrekut pak. Po, e njëjta gjë është. Atëherë vihet një mas balte. Edhe i bëjmë fundin. Çu duket e thjeshtë në fakt. Hajde provoj ti edhe tash është sa e thjeshtë është që nuk edhe baltin nuk mund ta heqësh nga dora. Se nuk është balt shumë e lëmume. Çfarë lloj balte është kjo? Është abrazive, se duhet përgatim. Ku e merrni këtë balt? Të balë në farë, ka në pëll. A e favorizon zona këtë cilësi balte për të prodhuar këto? Pa tjetër. Ky është momenti i dytë. Kjo është për ngjeshjen, që mos të krijoj boshllëqe, hapësira ndërmjet baltës me baltës edhe ngjesh. Këto makinerit, duhet thënë, artizanale, prej sa vitesh janë të trashëguara? Këto po që në kohët poçerisë. Ka qenë një poçeri e madhe këtu me rreth 30 punëtor. Dhe këto i kanë rezistuar kohës. Nuk konsumohen to, po kemi edhe makineri tjera që punojnë me korrent, po kjo është shumë më cilësore. Ja, në këto momente paka shumë po e merr formën. Po, ngrihet. Është një formë ovale. Te drejtojmë. Sa tava dheu ose sa poçe keni prishur momentin që i jeni futur kësaj pune? Në fillim po, kështu mrapa ja. Tani jeni mjeshtër. Të shtes, po atë lafëm i prish. Kërse kur ishim të vegjël, po, më është këti, pak më të mëdhej. Që nuk punojshim, po hyshim veç për të mësu. U është dashur shumë ta mësoni këtë zanat? 10 vjet, 12 vjet. Që të bëheni profesionist në këtë fushë. Ja, së profesionista, sa me fillu me bë. Në shumë i vështirë. Djalit ja keni trashëguar këtë zanat? Po, djali gjatë verës se fus që të punoj. Gjatë kohës që është në shkollë, s'po të lafe. Por e ka mësuar, besoj? Aq mirë, jo. Po e mëson. Tani, në këtë... Do i vejmë grygën. Do ta ndjekim edhe procesin e vendosjes, elementit parafundit besoj se do bëhen edhe vegjat, si i thoni. Vegja i themine. Ose bishtat, vegja. Bishtat, po.
Vegje i theme. A është fitim prurës ky zanat? Nuk është, se zblerësohet këtu këne. Cili është ndryshimi, ose ju e vini re ndryshimin e atyre që prodhohen nga fabrika dhe atyre që ju prodhoni në mënyrë artizanale? Prodhimet e fabrikës e parë herë nuk dorojnë nxehtësin, nuk dorojnë furrin, flakën, kurse me këta gatuhet, fillon, maron gjithçka gatimi. Sa i reziston kohës një poçe e tillë? Një poçe, ka poçe që kemi edhe nga 30 vjetë që nuk janë prish. Edhe vazhdo gatuhet, poçet, tavat, vorbët, vorba i themin e, vorbare. Ja filloj e mori formën. Të huajt janë të interesuar ndaj këtyre gjërave që ju bëni? Ka pas raste kemi çuar në Belgjik, Holland, Gjermani. Po ja shumë kërkesë, se më tepër janë përgatim, ja artistike. Këto janë vetëm përgatim, janë funksionale. Vetëm përgatim. Çdo gjë këtu është manuale, edhe mjetet e punës, gjithçka janë të krijuara prej jush për t'i ardhur në ndihmë edhe procesit të bërjes. Çdo gjë është me dorë. Edhe procesi lëvizjes, gjithçka. Tani në këto momente po i vem Vegjet. bishtat. Ose bishtat, si tush. Duket sikur ka përfunduar, por me sa po më thoni, bishtat kanë kohën, po janë vështira. Janë vështira dhe kanë kohën e vetë. Sikur mi mësu gjithçka proceset, këto është më e vështirë. Prej sa vitesh merreni ju me këtë zanat? 40 vjetë. Jeni mërzitur? Yes, mërzitmi ndonjëherë nga zanati. Mërzitmi veç nga të ardhurat që përfitojmë, kurse zanatin jemi dashuruar me zanatin. Çdo punë tjetër me na dhon nuk mund ta bëj. Si e ke emrin ti? Isle. Çfarë do bësh tani? Tavë. Ta shikojmë njerë si do ta bësh tavën. Është e thjesht? Ja, vështirë. Ne kemi ardhur në një moment tjetër. Do të shikojmë një tjetër proces, ose më saktë do shpjegojmë një tjetër proces. Por në fakt duhet thënë që këto punime artizanale, përveç vlerës së sotme që kanë për të përdorur në gatim, dikur fshiheshin monedhat prej Floriri. Futin 10 këto muloj edhe si gjegjo mo. Po ju në këtë zonën tuaj keni gjetë qypa prej Floriri? Jo. Nuk e... Tash jemi në procesin e tharjes. Sa kohë qëndrojnë në ndjell? Nuk është veç i dite, dun 4-5 ditë që dalin ndjell. Jo, gjithmonë mi proces një të i bë, direkt në ndjell edhe marra puna. Aty i ketë ty me gjitha. Në këto ditë të nxehta i favorizon koha e mirë, por në rastin e stinës së dimrit për shembull si veprohet? Veç kur dali dielli, s'ka tjetër, do i presim.
Këto tava duhet I kalojmë patjetër këtij lloj procesi ekspozimit në diell? Patjetër në hije e thyë. Sa është dheja vetvetia e tillë. Më pas si veprohet? Pra, këto që ndrojnë në diell, thahen, edhe do I çojnë në furrë. Se gjithmonë tava do thahen mbrenda ditës. Gjitha. Tani si do veprojmë? Tani fillojmë edhe I mbledhim ato që janë tharë, besoj? Ju si familje merreni me këtë? Vetëm me këtë. Veç me këtë punë. Druri është ai që përdoret për të pjekur në furrë. Vetëm me dru. Asgjë tjetër nuk përdorim. E para është për ndodhjen e ambientit që nuk lejohet, edhe komuna na e ka ndaluar me përdor goma, darrasa me bojna, me gjitha vetëm me dru. Këtu çdo gjë është e punuar në mënyrë artizanale, edhe këto vazot e luleve, kjo për shembull që kemi këtu. Kjo është një vazo 40 vjeçare, a më shumë, a më pak, një fjalë afërsisht, që në kohët poçerisë. Këto janë qype që kemi bë vetë me dorë. Këto janë vazot që I kam bë po unë vetë. Që kjo është më evoluar se sa tradita e vjetër. Si që bëjmë me çark, me dorë. Kjo është më evoluar, kjo është me korrent. Ka më shumë rendiment, por jo tradita e vjetër. Pra ruhet tradita, por ka një efikasitet më të madh për shkak edhe të kohës. Ka evolu më shumë për kohës. Për të redukuar një çik kohën më të gjatë që mund të punohet me dorë nga kjo. Pikërisht, shumë më shumë. Rendimenti është goxha më I madh. Punimet me torna. Ne vazhdojmë ta marrim me shumë dëshirë, me shumë fanatizëm. I si fatkeqësisë po duam të trashëgojmë fëmijët, por ai fiqi është më I evoluar, sikur ka filluar. T'ia trashëgoj dhe fëmijët. T'ia angazhoj fëmijët, nëse fëmijët janë më të rritur edhe s'para kanë dëshirë shumë. Faktikisht të trashëguar kemi tavën dhe vorbën dhe rrujmë të trandit. Faktikisht ne jemi dy familje, plaku fusha, që vazhdojmë ta trashëgojmë. Prej sa vitesh më that? Të trashëguar është 5-600 vjeçare. Nëse unë që fëmijë, të trashëguar nga baba, nga gjyshe me radhë. Po qëri kanë patur disa rrethe. Edhe vazhdojmë. Të përvillëzuar për enët e zjarrit është farka. E vetmja. E vetmi që prodhon enët e zjarrit dhe cilësore është farka. Dhe gjëja më higjienike dhe gjëja më mirë e poçerisë farkës është që pjekja bëhet me dru. Po. Është shumë higjienike. Shkon temperatura 900 gradë. Është shumë higjienike. Edhe për sa I përket minimizimit të ndotjeve. Sigurisht, por jo se pjekin me korrent, pjekin me solar, pjekin me goma që vjen e qelbur, që po të fjalë fare për të përdorësh ata për të gatuar. Prodhimet e farkës kryesisht, pra përveç zanatit të trashëguar për zjarre argjilës me shtufë edhe të trashëguar, është edhe pjekë që është shumë cilësore dhe shumë higjienike. Më e shtrenjta tavë dheu, cila është? Shkon deri në 600 lekë të reja një tavë, megjithë ka pak shka 12. Tavë më e madhe që kryesisht e përdoren për pulën e pilaf. Sigurisht në për restorante më së shumë. Në për lokalet. Po. Po edhe për familjarët. Multë pjesë e njerëzit vinë pretendojnë të morin tavë për 4-5 veta, që është me çmim më I lirë. Sa bën tavë, bën kapaku. Çfarë bëjmë tani? Tu jemi tek furra, do të vendosim vorbët në fillim, pastaj tavat, do mulohen, do I vejmë zjarrin. Procesi gjatë rreth 7-8 orë, me llamarina, me rasa, nuk ka, se sigur do I hedhim dhe pushin, ose shpunës, si I themi ne. Pra këtu qëndrojmë për të pjekur 7 orë. 7 orë shkon procesi. Qa prodhime është keq, se po pa dhe prodhime të vogla zjat edhe më pak. Prodhimet e mëdhaja zjasin pak më tepër. 65 vjet. Se merreni vetëm me këtë? Me këtë zonë. Rrugtimin e kemi bërë të shkurtër, se fillon
që ke nxjerrja baltës, bajtja baltës, e materialet tjera që duhen për përzierje, në më thonë rrugtim shumë i gjatë që kur shkoj kjo, që të shkoj ke Vlerësi, ka kalu një muj. Pra kjo me një veq quhet vorbe. Kjo me 2 veqe. Vorbar. Kjo zakonisht është për gatim në sopë drune. Po kjo tjetra? Kjo është për orxhak. Për orxhak ose votër, vatër, me zjem, me drunë, që 20 noqë. Unë falenderoj shumë që na kushtuat kohën tuaj, sepse ju kemi ndërprer në gjithë këtë proces me thënë drejtën. Ishte kënaqësi për ne. Dhe i pashi hajrin këtij zanati. Hajrin ne po ja shohim, po unë një marova, unë po bëhem 70 vjeç. Pasardhësit tuaj, si fiqëri. Dum fëmijë, ta mësojnë, po nuk po kanë dëshirë, se puna e vështirë. O me dur në ujë, me dur në Kjo balë. është pasardhësi. Kjo është pasardhësi juaj. Kjo është ka paktën 70 vjet që e kam futur. Sa vjeç jeni? 15. Po, e ke qef këtë? Po, shumë qef. Pak të zënë, do më thonë qofë se me shkollën nuk arriti qka, me këtë do të heci për para. Paktën ke një zanat. Kjo është e rëndësishme. Le të jetë kjo si një mesazh për brezin, të paktën për ato familje që trashëgojnë zanate të tilla të veçanta. Kemi një të mirë që nuk jam mësojmë femrat asnjëherë. Vetëm burra. Femrat nuk merren, ë? Kur? Jo s'merë, pa e morin e qojnë profesionin ke burri. Kur? Ne dumë për vete, profesionin. Me thonë tra. As nucët nuk jam mësojmë, as gocët nuk jam mësojmë, vetëm çunëve. Fanatik në zanatë. Jo, nuk ka fanatik, është interes. Ju falenderoj shumë që ishit dhe kaq sinqert në këtë fund bisede. Faleminderit, ju lumshin Faleminderit juve.